Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Evis Sala ditën e sotme ka pranuar se në QSO pas datës 20 prill nuk do të mund të kryen analiza për të shtruarit. Shkak për këtë janë mungesa e fondeve. Ajo tha se po mblidhen të gjitha të dhënat dhe do të bëhet më pas vlerësimi për adresimin e problemit dhe zgjidhjen e tij. Aktualisht po vlerësojmë, kemi të gjithë të dhënat dhe mbi bazën e të dhënave planifikimin e mirë të shërbimit. Nuk duhet të mungojnë analizat dhe këtë po e adresojmë dhe do ta zgjidhim brenda aktiviti, tha ministrja. Mëtej ajo vjoj me propagandën e qeverisë teksa tha se ka miratuar sot disa ndryshime sa i takon funksionimit të Komisionit të Çmimeve të Barnave. Ky hap, sipas saj, synon të rrisë transparencën në përcaktimin e çmimeve, të përshpejtojë procedurat administrative dhe të garantojë furnizimin e qëndrueshëm të barnave, veçanërisht atyre që janë të vetmet në treg. Ky vendim vjen si nevojë e hershme për shpejtimin e procedurave dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm të barnave për qytetarët, tha ajo. Në pamfleti kanë ardhur disa informacione për përfshirje në veprimtari të paligjshme të bashkëshortit të ish drejtoreshës së përgjithshme të administratës publike, ish ministres së shëndetësisë, ish ministres së brendshme dhe prej 3 javësh zëvendës kryeministres. Gjatë 20 viteve në poste drejtor drejtorie në 3 sektor të drejtorisë së përgjithshme të doganave, emri bashkëshortit të saj Arbër Misja ka qenë totalisht në hije, madje edhe pas muajit shkurt 2022, kur u emërua antar bordi në shtypshkronjën e letrave me vlerë. Por sipas informacioneve të ardhura dhe sipas verifikimeve paraprake që kemi bërë e po jetojmë, rezultojnë se ai është skeduar në dosje të agjencive shqiptare të antikrimit dhe të agjencive partnere, të cilat gjurmojnë veprimtari kriminale për llogari të veta dhe shkëmbejnë informacione. Përveç mbajtjes në hije të emrit të bashkëshortit të zëvendës kryeministres Albana Koçiu, është mbajtur e fshehtë edhe përfshirja e tij në punë të pista, paçka se ka dalë në dosje hetimore të figurave dhe grupeve kriminale të goditura në Shqipëri e nën hetim nga agjencitë partnere ndërkombëtare. Të dhënat hedhin dyshime se Arbër Misja kalojnë gjurmë punës të pista gjatë ushtrimit të detyrës aktuale si drejtori i përgjithshëm i laboratorit doganor, por edhe në detyrat e mëparshme si ish drejtori i administratës së doganave dhe ish drejtori i njësisë së inteligjencës për menaxhimin e kufive në drejtorinë e përgjithshme të doganave. Përveç daljes së rastësishme gjatë gjurmimeve të eksponentëve dhe grupeve kriminale, emri i drejtorit të pushtetshëm Arbër Misja ka dalë edhe gjatë hetimit dhe dëshmive të personave të arrestuar për veprimtari kriminale të lidhura me aktivitetin e kontrollit doganor nëpërmjet kufirit toksor, detare ajror dhe në manipulime analizash të mallrave të kapura. Ka pasur dhe ka indicie të reja se brenda mallrave të kontrabanduara, përveç rasteve kur ato duhet të bllokoheshin, ka patur edhe lëndë narkotike dhe përbërës për përgatitjen e tyre, të cilat drejtoria e kontrollit laboratorik doganor, ku drejtori është bashkëshorti i zëvendës kryeministres Albana Koçiu, nuk i ka deklaruar si të tilla, duke falsifikuar analizat, por edhe për cilësinë e karburanteve, cigareve, pijeve dhe disa produkteve ushqimore. Por për asnjë rast, emri i tij nuk është bërë pjesë e dosjeve hetimore të antikrimit dhe drejtësisë, as për ta pyetur si i përmendur në gjurmime e hetime, madje as si drejtuesi sektorëve përkatës që kanë favorizuar aktivitetet kriminale nëpërmjet doganave. I vetmi veprim që kanë bërë institucionet ka qenë leximi formal i deklaratave pasurore të zëvendës kryeministres Albana Koçiu, por ajo i ka filluar në vitin 2022 dhe ka deklaruar thërrime, kur duhet i kishte filluar në vitin 2013, pasi u emërua drejtore e administratës publike. Partia Socialiste shpalli disa muaj më parë një nismë për të luftuar nepotizmin brenda radhëve të saj, duke kërkuar që familjarët e deputetëve të mos kenë angazhime në administratën publike. Nisma u prezantua në grupin parlamentar në prani të kryeministrit Edi Rama, ndërsa detajet u bën publike nga kreu i grupit, Rauland Balla. Ai deklaroi se çdo antar familje i deputetëve që mban një pozicion në administrat duhet të largohet në funksion të rritjes së integritetit dhe besimit publik. Megjithatë, të dhënat e deklarimeve të pasurisë pranë ILDKP tregojnë një panoramë tjetër, ku një numër i konsiderueshëm zyrtarësh, si nga mazhoranca ashtu edhe nga opozita, rezultojnë të kenë familjar të punësuar në institucione publike. Sipas këtyre të dhënave, kryebashkiaku i Marrës Vangel Tavo ka bashkëshorten të punësuar në Bankën e Shqipërisë, ndërsa deputeti i PS Ulsi Manja rezulton gjithashtu me bashkëshorte në të njëjtin institucion. Kryebashkiaku i Korçës Soti Raq Filo ka familjar të angazhuar në shoqërinë rajonale të ujësjellës kanalizime Korç. Në listë përfshihen edhe deputetë të tjerë socialist, si Piero Vengu, bashkëshortja e të cilit është e punësuar në Autoritetin e Aviacionit Civil dhe njëkohësisht këshilltare në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë,
si dhe Ulsi Komici, bashkëshortja e të cilit punon pranë ILDKPKI. Raste të ngjashme evidentohen edhe në pushtetin vendor. Kryebashkiaku i Elbasanit, Gledian Latja, ka bashkëshorte në pozicione drejtuese dhe këshilltare në nivel ministror, ndërsa kryebashkiaku i Gjirokastrës, Flamur Golemi, ka bashkëshorten të punësuar në drejtorinë e shëndetit publik. Në të njëjtën linjë, deputetja e PS Evis Kushi rezulton me bashkëshortin të punësuar në operatorin e sistemit të transmetimit, ndërsa deputeti Ervin Hoxha ka bashkëshorte në Bashkinë e Tiranës. Kryebashkiaku i Shiakut, Elton Arbana, ka bashkëshorte në zyrën vendore arsimore. Edhe figurat të tjera politike rezultojnë me lidhje familjare në administrat, si Elisa Spiropali, bashkëshorti i së cilës është i punësuar në drejtorinë e transportit rrugor, apo Arbian Mazniku, bashkëshortja e të cilit rezulton e angazhuar në disa institucione, përfshirë Partinë Socialiste dhe struktura të tjera publike. Lista vijon me emra të tjerë si Antoneta Dhima, me bashkëshortin Al Petrol dhe djali në Bankën e Shqipërisë, Albana Koçiu me bashkëshortin e administratën doganore dhe institucione të tjera, si dhe Ceno Klosi, me bashkëshorte në institucione financiare dhe të sigurimeve. Ndërkohë raste të ngjashme evidentohen edhe jashtë radhëve të mazhorancës. Deputeti i opozitës Fatmir Mediu rezulton me bashkëshorte në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa Agron Gjekmarkaj me bashkëshorte në Bankën e Shqipërisë. Një nga rastet më të theksuara është ai i kryebashkiakut të Tropojës Reç Bybiri, ku disa anëtar të familjes rezultojnë të punësuar në institucione të ndryshme publike, nga sistemi shëndetësor deri tek administrata e pronave dhe punësimit. Punësimet nepotike. Vangjel Tavo, kryebashkiaki i Marrës, gruaja tek Banka e Shqipërisë. Ulsi Manja, deputeti PS, gruaja tek Banka e Shqipërisë. Sotiraj Filo, kryebashkiaki i Korçës, gruaja tek Shoqëria Rajonale Ujësiellës Kanalizime, Korç. Piro Vengu, deputeti PS, gruaja tek Autoriteti i Aviacionit Civil dhe këshilltare politike pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ulsi Komici, deputeti PS, gruaja tek Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Gledian Latja, kryebashkiaki i Elbasanit, gruaja drejtore e kabinetit dhe këshilltare ministri. Flamur Golemi, kryebashkiaki i Gjirokastrës, gruaja tek Drejtoria e Shëndetit Publik Gjirokastër. Fatmir Mediu, deputeti i opozitës, gruaja tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Evis Kushi, deputete e PS, burri tek operatori i sistemit të transmetimit. Ervin Hoxha, deputeti PS, gruaja tek Bashkia Tiranë. Elton Arbana, kryebashkiak i Shiakut, gruaja tek Zyra Vendore Arsimore Shiak. Elisa Spiropali, deputete e PS, burri tek Drejtoria e Transportit Rrugor. Eduard Duro, kreu i Bashkisë Devol, gruaja tek DRSSH Korç. Ceno Klosi, deputeti PS, gruaja tek Regjistri i Barrave Siguruese dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Besion Ayazi, kreu i Bashkisë Gramsh, gruaja tek Banka e Shqipërisë. Besford Lamallari, ministri i Brendshëm, gruaja tek Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Artur Bushi, kreu i Bashkisë Kruj, gruaja tek Alp Control. Ardit Bido, deputeti i PS-s, gruaja tek Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor. Arbian Mazniku, deputeti i PS, gruaja e punësuar tek Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Korporata e Investimeve Shqiptare dhe Qendra e Regjistrimit të Aksioneve. Antoneta Dhima, deputete e PS, burri tek Al Petrol, djali tek Banka e Shqipërisë. Albana Koçiu, zëvendës kryeministre, burri tek Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe shtypshkronja e letrave me vlerë. Agron Gjekmarkaj, deputeti PD, gruaja tek Banka e Shqipërisë. Reç Byberi, kreu i Bashkisë Tropoj, vajza tek Spitali Isa Zllami Bajram Curri, vajza tjetër tek Spitali Isa Zllami Bajram Curri, vajza tjetër Drejtoria Rajonale e Operatorëve të Kujdesit Shëndetësor, djali Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive në Kukës, vajza tjetër Drejtoria Vendore ASHK Tiranë, vajza tjetër Qendra Shëndetësore Kamës. Banka e Shqipërisë licencoi zyrtarisht Jet Bank si institucionin e parë financiar plotësisht digjital në vend. Në njoftimin zyrtar, Banka Qendrore theksoi se licencimi erdhi pas një procesi rigoroz vlerësimi në përputhje me standardet për siguri, transparencë dhe stabilitet financiar. Por një hetim i thelluar zbulon se pas kësaj banke qëndron një pronar me lidhje të drejtpërdrejta me platformat e tregtimit online Forex që kanë operuar pa licencë në Shqipëri dhe që vazhdojnë ta bëjnë ende sot. Idan Avishai, shtetas britanik me origjinë izraelite, i lindur më 8 janar 1980 në Haderat e Izraelit, është investitori kryesor dhe pronari përfitues vendimarrës i Jet Bank. CEO-ja e bankës, Fatbardha Rino, e ka përshkruar atë si një nga investitorët kryesor që ka kontribuar në fazat e ershme të projektit, por të dhënat e regjistrave tregtar tregojnë një realitet tjetër. Avishai kontrollon 71.5% të strukturës mëm të bankës, duke e bërë atë pronarin de facto. Jet Bank kontrollohet nga Jet Holdings BV, një shoqëri holding e regjistruar në Amsterdam, Holand, e themeluar në shtator 2025 me një kapital të paguar prej vetëm 50.000 euro. Kompania ka 6 aksioner, të gjithë shoqëri tregtare të regjistruara në Qipro dhe Izrael. Me i rëndësishmi prej tyre është Constador Ltd me seli në Qipro, e cila zotron 71.5% të aksioneve. Aksioneri i vetëm
Islami Constador Ltd është pikërisht Idan Avishai. 5 kompanitë e tjera: Israel Albania Holding Ltd, Iebogogo Ltd, Nathan Lawrence Ltd, Don Albania Holdings Ltd dhe Oriea Ltd, të gjitha të regjistruara në Izrael, zotrojnë së bashku 28.5% të Jet Holdings, por për shkak se asnjëra prej tyre nuk e kalon pragun për 25% të aksioneve, sipas ligjit shqiptar, Jet Bank nuk është e detyruar të deklarojë pronarët përfitues të këtyre kompanive, që mban në errësirë pronarët e vërtetë gati 1/3 të bankës para se të ndërtojë struktura aksionare përmes Jet Holdings. Kompania Jet Bank, atëherë me emrin Jet Albania, u regjistrua në Shqipëri në shtator 2025 me një kapital fillestar prej vetëm 3.5 milion lekësh, rreth 36.000 euro. Pronari vetëm i regjistruar ishte Idan Avishai. Për krahasim, kapitali minimal për një bank në Shqipëri është 1 miliard lek, rreth 10 milion euro. Kompania fillestare kishte qartë funksionin e një automjeti të përkohshëm për të përgatitur infrastrukturën, përpara se të regjistrojë struktura aksionare përfundimtare që do të plotësonte kërkesat kapitale për licencimin bankar. Informacioni publik për Idan Avishai është i pakët, por fijet e lidhin drejt për drejt me industrinë e platformave të tregtimit online. Në profilin e tij të LinkedIn, deri para pak kohësh, Avishai përshkruante veten si pjesë e Leader Capital Online CFD dhe e lidhte hapur veten me platformën For Trade. Lidhja bëhet akoma më e fortë nëpërmjet Louis Grant Silver, shtetas amerikano-britanik që shërben njëkohësisht si drejtor menaxhues i Jet Holdings dhe si drejtor aktiv në For Trade Limited, shoqëria e regjistruar në Britaninë e Madhe që ofron shërbime investimi në valutë huaj dhe derivate. Ky është një pikë kryqëzim që nuk mund të shpjegohet si rastësi. For Trade ka licenca në juridiksione të ndryshme. Në Britani është regjistruar nga FCA, Financial Conduct Authority, në Kipro nga SAISEC, në Australi nga SIC, por në Shqipëri historia është tjetër. Në vitin 2018, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare raportoi publikisht platformën For Trade, e cila operon edhe me emrin FX Leader për ushtrimin e aktivitetit financiar të palicencuar në Shqipëri. I njëjti raportim u bë edhe nga HANFA, autoriteti homolog në Kroaci. FX Leader synon veçanërisht tregun e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Platforma operon nga Selia në Beograd për rajonin e ish Jugosllavisë, Shqipërisë dhe Greqisë. Pavarësisht raportimit të AMF-s 8 vjet më parë, platforma vazhdon të ofrojë shërbime investimi për klient nga Shqipëria. Faqja e saj përmban një seksion të dedikuar në gjuhën shqipe. Besohet se shërbimet ofrohen nëpërmjet degës së kompanisë në Serbi. Modeli i operimit nëpërmjet degëve rajonale duket se shfrytëzon boshllëqet rregullatore mes jurisdiksioneve, duke i lejuar platformës të vazhdojë aktivitetin edhe aty ku nuk ka marrë licencë. Licencimi i Jet Bank nga Banka e Shqipërisë zyrtarizoi një projekt që prezantohet si inovativ për tregun shqiptar, por hetimi i mëtejshëm pikë pyetje që kërkojnë përgjigje. Si kaloi Idan Avishai procesin e vlerësimit të Bankës së Shqipërisë, kur pronari kryesor i Bankës së Parë Digjitale Shqiptare lidhet me një platformë që AMF e ka raportuar për aktivitet të palicencuar në vend? Pse 5 kompanitë izraelite që zotrojnë 28.5% të bankës mbeten në errësirë, duke shfrytzuar boshllëkun e pragut 25% në ligjin shqiptar? Këto janë vetëm disa nga pyetjet që dalin nga struktura e Jet Bank. Në vijim, do trajtojmë bordin e bankës dhe pyetjen se si një i jetuar për skema mashtrimi financiar arriti të kalojë procesin fit and proper të Bankës së Shqipërisë. Kryebashkiakja e Vulqizës Festime Mjeshtre ka shndërruar dhënien me qira të tokave publike në një biznes familjare miqësor. Brenda 2 vjetësh ajo ka miratuar kalimin në përdorim të rreth 216 hektarëve tokë pyjore dhe kullotse për 5 kompani, të gjitha pa konsultim me banorët, pothuajse të gjitha me ankande ku mori pjesë vetëm një operator. Pas denoncimeve të para, ajo pranoi se kishte thyer ligjin, por asnjë kontratë nuk u anullua dhe asnjë hetim nuk ju hap. Me 5 raste të dhënies së tokave publike pa konkurrencë. Martanesh 85.9 hektar më 26 janar 2026, Këshilli Bashkiak miratoi dhënien për 10 vjet të tokave në fshatin Melç. Fituese ALBML Solar Energy Investment, e ish prefekti të Dibrës Ardit Kaja. Në ankand mori pjesë vetëm një operator. Lubalesh 21 hektar më 23 shkurt 2026, Bashkia shpalli fituesin për tokën në fshatin Lubalesh. Fituese Balla Energy Group e Artan Ballës. Ankandi nuk u njoftua në kanalet zyrtare të bashkisë, vlera vjetore 3.7 milion lek. Okshatin rreth 40 hektar më 29 shkurt 2024, Këshilli miratoi dhënien e tokave në fshatin Okshatin, Shupenc, për Dani Energy 2023 për një park fotovoltaik 40 MW. Gjoric 42.5 hektar. Në të njëjtën mbledhje të shkurtit 2024, Bashkia miratoi kalimin e tokave në fshatin Gjoric për Gjorica Solar Park të biznesmenit Sokol Tasha. Projekti u licencua më pas nga enti rregullatori i energjisë. Ramnagore 26.85 hektar
hektar. Më 2 maj 2024 Këshilli miratoi 2 qera. Sami International mori 2 hektar, Arba 06 mori 24.85 hektar. Një kompania tjetër ju refuzua kërkesa për 17 hektar. Në tetor 2025, Festime Mjeshtri njoftoi se do të ofronte me ankande dhe 52 parcela të tjera nga fondi pyjor për stalla blegtorie, bujtina ose parqe fotovoltaike. Nuk dihet se sa prej tyre janë miratuar deri më sot. Aq e qartë ishte shkelja e ligjit në rastin e Martaneshit. Sa vetë kryebashkiakja u detyrua të pranonte publikisht se nuk ishte respektuar procedurën e konsultimit, por ajo nuk e anulloi tenderin, nuk kërkoi falje dhe asnjë institucion nuk e thiri të jap llogari. Ndërsa tani me 5 raste të miratuara dhe 216 hektar tokë publike të dhëna pa konkurrencë, Festime Mjeshtri vazhdon të qëndrojë në krye të bashkisë. Ajo nënshkroi kontratat, ajo pranoi shkeljet, por as pak dhe as i LDKPI nuk e kanë prekur. Nuk është e vështirë të kuptohet se për çfarë shërbimesh të tilla kjo menaxhere e tokave publike vazhdon të shpërndajë pyetje e bulqizës për operatorët e paracaktuar, ndërsa drejtësia nuk i ka kërkuar llogari, as për 216 hektarët e dhënë pa konkurrencë dhe as për tenderët korruptiv. Ky nuk është i vetmi skandal që lidhet me emrin e kryebashkiakes së Bulqizës. Në dhjetor 2023, kunati i saj Luan Mjeshtri, administratori i njësisë administrative Ostren, u arrestua në flagrancë nga policia e Dibrës së bashku me 2 zyrtarë të tjerë. Ata akuzoheshin se lëshonin vërtetime të rreme banimi për të mundësuar qytetarët të merrnin pasaporta bullgare, një skem kriminale që përfshinte falsifikim dokumentesh, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv. Gjykata e Dibrës vendosi arrest në burg për kunatin e kryebashkiakes, por vetë Festime Mjeshtri doli me një masë administrative nga LDKPI për konflikt interesi dhe e vazhdoi të drejtojë bashkinë. Vijon me tenderët korruptiv, skemën kriminale të pasaportave bullgare dhe disa informacione nga agjensitë partnere të cilat i disponon edhe policia e shtetit.